Bashkia Këlcyr për gjatë vitit 2025 ka vijuar punën për përmirësimin e shërbimeve publike, zhvillimin infrastrukturor dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve, duke pasur në fokus nevojat reale të komunitetit. Sipas kryetarit të Bashkisë Këlcyr, Klement Ndoni, prioritet kryesor është dhënë në disa drejtime kryesore, duke synuar zhvillim të qëndrueshëm dhe përmirësim të cilësisë së jetesës për banorët. Janë realizuar ndërhyrje në infrastrukturë rrugore, mirëmbajtjen e rrugëve lidhëse, hapësirat publike, si dhe përmirësime në ndriçim. Përveç, po themi, punëve të zakonshme dhe rutinë të bashkisë, ne kemi pas shumë projekte të rëndësishme, kur disa i kemi në zbatim sipër, disa projekte të cilat ne i kemi bërë gati për vitin 2026. Mund të përmend këtu një nga projektet më kryesore që tashmë ka filluar, që ne kemi pas problematik shumë vite më përpara, është shëtitoria e liçenit, ku po në atë rrugë që po bëhet, në atë shëtitore, kjo rrugë shërben dhe për të shkuar tek varrezat e reja, të cilat ka qenë vërtet një rrugë problematike dhe njerëzit që vinin për të kujtuar të parat hasin vështirësi tek kjo pjesë. Për sa i përket shëtitores së liçenit, besoj që do jetë një nga pikat turistike dhe atraksion, do shërbej shumë për turizmin, ku Këlcyra në Këlcyr është një nga liçenet më të mira që ne disponojmë, që shërben edhe për vaditje, por edhe për atraksion turistik. Projekt tjetër që është edhe madhor për sa i përket zonës tonë, është edhe rruga që po bëhet nga Ministria e Infrastrukturës, e cila është rruga Ballaban-Berat, ku po ecet me ritme të shpejta dhe mendojmë që për vitin 2026 do jetë një rrugë e kalueshme dhe me standarde për sa i përket gjithë turizmit. E mira e kësaj rruge është sepse kalon në gjurmën e vjetër ku i prek gjitha fshatrat siç ka qenë më përpara, siç ka qenë rruga më para. Ndërkohë që në gjitha këto fshatrat, po ta shohësh, kanë filluar gradualisht po banorët po fillojnë bujtinat e para, investimet e para dhe po e shohin rrugën si një zhvillim shumë të rëndësishëm për të krijuar dhe për të vetpunësuar dhe për të krijuar të ardhurat e veta. Disa investime të tjera që kanë përfunduar në vitin 2025 janë edhe sistemi i fasadave të jashtme të pallateve, një sistem kapot, të cilën është bërë mundur dhe nga fondi i zhvillimit. Përveç kësaj, janë bërë të mundur dhe nga pjesa e bashkisë një komplet sistemimi dhe menaxhimi, pastrimi i sipas sektorëve, qoftë për qytetin, por edhe për sistemin arsimor në përshkolla, duke filluar nga njësia Ballaban, Sug, Dëshnicë dhe në qendrën e Këlcyr. Bashkia ka krijuar kushte lehtësuese për hapjen e bizneseve të reja, duke ofruar mbështetje administrative dhe orientim për sipërmarrësit lokal. Kjo ka ndikuar në rritjen e aktivitetit ekonomik dhe gjallërimin e tregut lokal. Fakti që në Këlcyr po ndërhyjet shumë në sistemin e infrastrukturës, si për shembull e tham rruga Ballaban-Berat, por edhe shëtitoria e liçenit ku ne po e bëjmë investimin e bashkisë, kanë filluar kërkesat për çeljen e bizneseve dhe edhe bujtinave të reja në gjatësinë e gjithë kësaj segmenti të rrugës Ballaban-Berat, ku gjitha fshatrat të cilat i prek kjo rrugë, të gjithë po e shohin mundësinë që të hapin bizneset e tyre familjare. Në bazën e kërkesave që janë paraqitur në bashki, nga ana jonë është bërë çdo
lehtësim i mundshëm që këto biznese të mos u krijohet asnjë pengesë për sa i përket fillimit, sepse fillimi gjithmonë është i vështirë, por duke qenë se ne ua bëjmë lehtësitë ashtu si duhet, mendoj që edhe suksesi i këtyre bizneseve do jetë i padiskutueshëm. Unë mund të them që punësimi në Bashkinë Kultur ka pësuar rritje më shumë tek sektori i vetë punësimit, ku duke patur parasysh që Bashkia e Kultur është pjesë e atraksioneve turistike, njerëzit e gjejnë, qytetarët e gjejnë veten dhe e punësojnë veten, sepse turizmi në Bashkinë Kultur çdo vit edhe është duke rritur numrin e vizitorëve ku kërkojnë shërbimet e tyre si në çdo bashki tjetër. Janë ndërmarrë investime në rrugë, fshatrash, furnizim me ujë, mbështetje për bujqësinë dhe blegtorët, si dhe projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të jetesës dhe ndalimin e largimit të popullsisë. Është bërë ndërhyrje nga ana e bashkisë edhe në fshatin Katundisht, ku rrugët e brendshme të fshatit, duke qenë se kanë pas problematika gjithkohës dhe duke parë që fshati Katundisht është një fshat i zgjeruar dhe i hapur me lagësi lagja nga lagja, kemi bërë të mundur sistemimin dhe shtrimin me rër bituminoze, të cilat kanë krijuar një përmirësim shumë të madh për sa i përket lëvizjes njerëzve brenda fshatit. Për sa i përket pjesës zonave rurale, një nga gjërat kryesore që ne e vlerësojmë është mbajtja e shkollave dhe arsimit në nivelet që janë. Kjo tregon edhe një diçka tjetër që njerëzit aty dhe banorët nuk e shohin situatën apo siç ka ndodhur apo siç flitet, nuk kanë dëshirë të largohen nga vendi i tyre, për arsye sepse e shohin të ardhmen fshatin përsa i përket pjesës së turizmit. Mendoj që Vjosa për Bashkinë Kultur, por jo vetëm për gjithë qarkun, është fat që e kemi dhe mendoj që çdo vit Vjosa do jetë pika kryesore ku do shtohen dhe do ta vizitojnë turistë të ndryshëm, jo vetëm të huaj, po edhe shqiptar. Prandaj ne sa më shumë tituj të marrë i Vjosa, për ne është një fitore për sa i përket turizmit, të ardhurave të qytetarëve dhe investimeve që do jenë në shërbim të komunitetit. Besoj që komuniteti do ta di ta shfrytëzojë këtë rast dhe do të shërbej, do ta kthejë në të mirë të vetën për të marrë përfitimet e tyre, duke qenë se kanë një xhebair të tillë si Vjosa. Lumi Vjos është një nga atraksionet ku shumë të rinj po vetë punësohen duke u marrë me sportet e lumit, të malit, por edhe të sportet e tjera që i kthejnë në të ardhura, duke shërbyer turistëve në mënyrën më dinjitoze. Mendoj që përveç sporteve të ndryshme të Vjosës, bujtinave dhe edhe bizneseve të cilat shërbejnë në fushën e turizmit, një nga gjërat kryesore që i jep vlerësim dhe edhe njihet më shumë kultura është pjesa e traditave të ushqimit dhe të pijeve. Domethënë, në çdo
në çdo bujti, në çdo restorant, në çdo lokal që shkon në Këlqyr, ke po të njëjtat ushqime, po të njëjtat pije, po të njëjtat siç mund i gjesh në çdo shtëpi të Këlqyrës. Kështu që kjo është një gjë që turistët kanë filluar po e zbulojnë dhe u pëlqen për faktin sepse është vërtet tradit siç e kanë bërë të parat. Dhe nuk është një restorant apo një bujtin me ato standardet normale që kanë në gjithë Shqipërinë. Aty gatuhet siç kanë gatuar gjyshjet, siç kanë gatuar nënat më përpara dhe këtë e pëlqej më shumë sa i përket pjesës së kapaciteteve të shtretërve. Kjo është një sfidë që gjithë po luftojmë për të shtuar më shumë. Jo se nga viti në vit nuk rritem, por prap ka akoma nevojë që Këlqyra të ketë sa më shumë shtretër, sepse edhe turistët që vinë duan të rrinë në Këlqyr më gjatë. Prandaj mendojmë që është një sfidë që po e kemi me vete dhe me qytetarët edhe me gjithë zonën domethënë të Këlqyrës. Të parën mendoj që duhet jetë kryesore rrugët rurale të fshatrave, pastrimi i qytetit për një shërbim sa më të edhe gjithë bashkisë për një shërbim sa më të mirë të qytetarëve. Mendoj që për sa i përket pjesës së ndriçimit publik, ashtu siç kemi ndërhyrë në 2025, do të hyjmë përsëri për investime në 2026-ën, tek pjesa e bujqësisë mund të them që kanalizimet janë gjë kryesore, sepse Bashkia e Këlqyr ka rezervuar të cilat ndikojnë dhe shërbejnë për vaditjen e fushave. Përsa pikë tjetër që ne mendojmë që duhet jemi të fokusuar është edhe pjesa e arsimit, ku në çdo shkollë do ndërhyjet përsëri për të bërë gati sistemimet edhe çdo problematikë që ka, do kenë shkollat, kështu që përveç punëve të tjera në vazhdim edhe këto janë pika kryesore të cilat ne do fokusohemi për sa i përket këtij viti. Në vëmendje të kësaj bashkie mbeten shërbimi publik, ekonomia lokale dhe mbështetja e komunitetit. Bashkia Këlqyr synon të vijojë përmirësimin e cilësisë së jetesës për qytetarët e saj.